ne në 2 vjet vetëm dham provën që ne në 2 vjet mund bëjmë atë që s'është bë në 30 vjet në Shkodër. Një mënyrë tjetër e menaxhimit dhe e bërjes punëve në një bashki. Bërja e kapotave, rregullimi i pallateve siç e kena filluar në gjithë Shkodrën, e tash ka ardhur radha që prej calit ta ndryshojmë komplet ftyrën e kësaj zone që e meriton dhe është shumë shpejt do ta kemi projektin. Ky është moment i zhvillimit të qytetit tonë. Ne nuk e bëjmë dot zhvillimin vetëm. Ne nuk e bëjmë dot zhvillimin vetëm me një kryetar ose vetëm me një kryeministër. Ne bëjmë ekip. Dhe ekipi jon është ky ekip që duhet jetë në parlamentin shqiptar. Sa më fort jetë ekipi i Shkodrës në parlamentin shqiptar, aq më fort është Shkodra në zhvillimin e vet. Ne duhet nxjerrim 6 deputet për Shkodrën, 6 karrige të parlamentit shqiptar duhet jenë me shkodran, të cilët janë përfaqësues të Partisë Socialiste. Ju garantoj se ata do punojnë se janë një ekip me mua.